Kjo është intervista jeme, por 60 sekondëshe për Prive by Libertas Bahio. Mendimi i parë me cilin je zgjuar sot në mëngjes. O, sa jove mirë ka me konë. Kur je duke gënjur dikon sy, cila është ajo fjala apo ai gjest që tradhton gjithë? Cilin personazh publik e ke bërë blog dhe ajo nuk e di? O, nuk kom bo blog ka kërkujt, po koka shumë ide mirë me bo sot një. Përshkruaje jetën tënde seksuale aktualisht me një titull këngë. Dite natë për ty menoj. Koka intenzive në sa e kuptova. Tash e themi fundi që ke dëgjuar drejt për veten. Që jam në një bashkëjetesë. Edhe, a është e vërtet ajo? Jo, absolutisht s'është e vërtet. Libri i fundit që ke lexuar? Fuqia së tashmës për të 18 herë. Se 18 herë një libër. Është një prej librave që më frymëzon shumë. Frika jote më e madhe. Është shumë fani, janë këto përpjedzët. Fituesi më i duhur, më i merituar i Big Brother VIP. Gjesti. Banori më fake i këtij sezoni, Mire, për momentin. më i miri i urryer dhe i famshëm apo i dashur dhe i varfër? A band 4 të bashkë i urryer, i famshëm, i dashur, i varfër. Kolegja me kimin më të madhe në ekran. E madhja, bamirësja, humanistja, Saronda Bujipi Rama. Sa përqind reputacioni tënd si i pamëshirshëm në gazetari përputhet me atë në dhomën e gjumit? Ua, 50-50.